Ish finalisti e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Egli Tako, këtë periudhë nuk ka qenë mjaft aktive në rrjetet e saj sociale, por me sa duket, gjithçka e ka një arsye. Me veprimin e saj të fundit, ajo është lajmëruar nga studio, ku ka përgatitur se është duke punuar fort për projektet e saj të reja muzikore. Dhe padyshim këtij vendimi po i gëzohen shumë fanat e Eglit që ajo ka zgjedhur të rikthehet në muzikë për të sjellë shumë hite për ta. Por një gjë mbetet enigmë, mbetet të shihet sa do të ndodhë ndonjë bashkëpunim me saj dhe Gjesit, por nga ana të dyve nuk ka ende asnjë lloj dalje publike të dy si çift, pasi nga shtëpia e famshme ata dolën si çift, por deri më tani ata kanë vendosur që t'i lënë fancat pezull duke menduar se dyshja tani më i kanë ndarë rrugët. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.